Padyshim veriu i vendit do të ketë qenë një nga zonat më të prekura sa i takon situatës me motin në vend ku kemi parë situata dhe pamje apokaliptike në Lezhë, por edhe në Kurbim gjatë ditës së djeshme, por edhe sot do të jemi në një komunikim të drejtpërdrejt me kolegun ton Teodor Gjerga. Teodor, si paraqitet situata në këto momente, deri në cili nivel ka arritur niveli i rreshve pra i prureve të ujrave dhe bilanci i banesave dhe bizneseve të dëmtuara, cili është? Në fakt veriu i vendit Ueza ka qenë më i prekur nga këto rreshje intensive shiut që kanë goditur Shqipërinë në 48 orët e fundit, ku duhet thënë që Bashkia Kurbinit ka qenë ajo që ka pasur dhe le të themi dëmet më të mëdha të shkaktuara me mbi 50 banesa të cilët kanë qenë me prezencë uji, por dhe dyqane të tjera dhe toka të cilat janë përmbytur si pasojë e rreshjeve intensive dhe bllokimit të kanaleve, ndërsa nga shtabi i emergjencave pranë në këtyre bashkive po merren masat për pastrimin e kanaleve dhe pas rënjes së nivelit të ujit që ka ndodhur ditën e sotme do të bëhet dhe evidentimi i dëmeve në gjitha banesat, por dhe në biznese. Ajo që vlen theksohet është në fakt që nëse vitet e kaluara jemi mësuar që Shkodra të jetë ajo kryeqendra e përmbytjes, duket se këtë herë deri në këtë moment situata është paraqitur ndryshe. Qyteti i Shkodrës pavarësisht të rreshjeve intensive të shiut nuk ka pasur përmbytje dhe gjitha rrugët e qytetit, por dhe zona e nën Shkodrës nuk ka pasur le të themi prani të ujrave apo të le të themi të vërshimeve, duke qenë kështu një situatë më pak problematike se herët e kaluara. Ndërsa se takon rrethinave dhe njësive administrative, sërish mbetet e bllokuar aksi rrugor nga bregu i Lumit në zonën e Thethit, ku po punohet që prej më shumë se 24 orësh nga forcat armatosura, por dhe nga Bashkia e Shkodrës për të bërë mundur që ky aks rrugor të rihapet, ndërsa për banorët është bërë i mundur kalimi nga zona tjetër, pra ky aks rrugor është i bllokuar vetëm në njërin krah, duke lejuar kështu edhe kalimin në krahun tjetër të banorëve, duke mos sjellë kështu bllokim të përhershëm të kësaj zone. Në momentet e fundit, në fakt një raportim i fundit vjen nga zona e Shoshit, ku si pasojë e shirave të shumtë dhe erës së fortë ka pasur edhe rrëshitje dherash, ku prej pak orësh është i bllokuar aksi rrugor që lidh Shoshin me njësitë administrative të tjera të Dugaxhinit, duke sjellë kështu alarmin nga banorët e zonës, të paktën sipas raportimeve nga atje janë rreth 200 banorë të cilët janë të izoluar në këtë zonë, ndërsa nga komunikimi që kanë pasur me shtabin e emergjencave pranë Bashkisë së Sharkut, pranë Bashkisë së Shkodrës, duhet thënë që po merren masa për rikthimin sa më parë të qarkullimit normal në këtë zonë. Duhet themi që është një aks i thellë rrugor dhe aksesimi i mjeteve të rënda është mjaft i vështirë, kështu që të paktën ekipi i emergjencave pranë Bashkisë së Shkodrës është nisur për atje për të bërë të mundur sa më parë zhbllokimin e rrugës. Do kemi mundësi të kemi edhe video nga zona pak më vonë Ueza, në fakt, për të bërë dhe një rezume më të qartë të situatës që po ndodh atje. Sa i takon pjesës tjetër të qarkut, duhet thënë që në bashkinë e Vallut të Dedës sërish në disa njësi administrative ka pasur problematika sa i takon furnizimit me energji elektrike, ndërsa sa i takon përmbytjeve fatmirësisht të gjithë lumet ndodhen në kuota normale dhe si pasojë edhe e masave të marra për pastrimin e kanaleve kulluese nuk kemi problematikë sa i takon përmbytjeve në zonën e Valldesit dhe projekt Dinës i cili shkaktoi përmbytje herë në fundit fatmirësisht tashmë ndodhet në kuota normale dhe është duke u menaxhuar nga shtabi i emergjencave ngritur pranë Bashkisë së Vallut të Dedës. Në të gjithë qarkun nuk paraqiten problematiket e tjera, ndërsa shtabi i emergjencave ngritur pranë prefekturës së qarkut të Shkodrës po monitoron situatën në terren për çdo lloj problematike të mundshme. Ndërkohë, Teodor, ti ke pasur mundësi të bisedosh me banorët pra të prekur, përmendë që 200 banorë në zonën e Shoshit janë të bllokuar. Si e komentojnë pra menaxhimin e kësaj situate? Në fakt, Ueza, siç e thash pak më parë, është një lajm i cili është raportuar momentet e fundit dhe si pasojë e
prurjeve të shumta që ka në ato përrej, le të themi dytësor në zonën e Shoshit, ato kanë shkaktuar shëmbjen e një pjese të rrugës si dhe rënjen e shumë inerteve në rrugë, duke e bërë pothuajse të pamundur kalimin për banorët e zonës, të cilët edhe në këmbë kanë mjaft vështirësi për të kaluar, duke marrë parasysh rrëshitjet e dherave janë të vazhdueshme, duke rrezikuar kështu edhe jetën atyre që tentojnë të kalojnë, ndërsa për automjetet në momentet që flasim është e pamundur që të kalohet në këtë aks rrugor. Por, siç e thash, edhe nga banorët ka patur një apel për të ndërhyrë sa më parë, paktën sipas komunikimit që kam pasur me ta, janë rreth 200 banorë të cilët dihen që t'jenë atje të bllokuar, ndërsa edhe nga shtabi i emergjencave pranë Bashkisë së Shkodrës duhet thënë që një informacion i tillë është marrë dhe po punohet për zhbllokimin sa më parë të këtij aksi rrugor. Por në momentet, le të themi në orën e vim do të kemi edhe updatim të situatës, informacione të reja për të parë se si do të zhvillohet situata në këtë zonë të bllokuar. Qartë, Teodor, të falenderoj për këtë raportim.